Presidenti i Republikës, Bajram Begaj, ka zhvilluar mbrëmjen e kësaj mërkure një ceremoni pritje për përfaqësuesit e trupit diplomatik të akredituar në Shqipëri. Gjatë fjalës përshëndetëse, Begaj ftoi ambasadorët ta shohin Shqipërinë si shtëpinë e tyre, ndërsa i cilësoi marrëdhëniet strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, antarësimin në Bashkimin Evropian dhe përkatësinë në Aleancën e Atlantikut Veriut si themelet e sigurisë dhe orientimin ndërkombëtar. Në traditën e shqiptarit, mikpritja është më shumë se një akt protokollar dhe ceremoni zyrtare. Për shqiptarin, shtëpia i përket Zotit dhe mikut. Kur ne hapim dyert dhe ndajmë bukën, ne nuk ndajmë thjesht hapësirën, por ndajmë besimin. Ndaj sonte, ju ftoj ta shihni këtë sallë si një vatër ku mbizotëron miqësia ndaj çdo llogarie diplomatike. Për Shqipërinë, diplomacia ndërtohet mbi vlera dhe parime të qarta e të qëndrueshme. Për ne, miqësia është elementi afatgjatë i marrëdhënieve tona ndërkombëtare. Përkatësia jonë euroatlantike dhe bashkëpunimi me partnerët tanë strategjik nuk janë thjesht llogari gjeopolitike. Ato janë zgjedhje identiteti dhe vlera të patjetërsueshme. Kreu i shtetit bëri të ditur qëndrimin aktiv të Shqipërisë përballë zhvillimeve komplekse botërore, orientimin e palkundur euroatlantik dhe angazhimin për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Presidenti rikonfirmoi politikat e fqinjësisë së mirë, forcimin e bashkëpunimit me vendet e Ballkanit Perëndimor, mbështetjen e fuqishme ndaj Kosovës, faktorit shqiptar në rajon dhe forcimin e lidhjeve me diasporën. Ky angazhim pasqyron vlerësimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës për Shqipërinë si një partner i besueshëm, i qëndrueshëm dhe i përkushtuar. Po kaq të rëndësishme për zhvillimin e shoqërisë tonë, qëndron për ne marrëdhënia jonë me Bashkimin Evropian. Aspirata e Shqipërisë për antarësim në Bashkimin Evropian është një zgjedhje strategjike dhe një kthim në familjen tonë natyrore. Europa për ne mbetet një projekt paqe dhe vlerash që ndërtohet mbi demokracinë, shtetin e së drejtës dhe respektin për liritë individuale. Duke ju referuar tranzicionit global, presidenti theksoi se Shqipëria e vlerëson atë me një përgjegjësi dhe vëmendje të shtuar. Gjithashtu, Begaj u ndal edhe tek ftesa e presidentit Trump për përfshirjen e Shqipërisë në bordin e paqes, një nismë e rëndësishme që synon forcimin e paqes dhe stabilitetit ndërkombëtar.